Rreshjet e shiut që kanë rënë gjatë gjithë ditës së dieshme dhe gjatë natës së kaluar kanë shkaktuar probleme të shumta në qarkullimin rrugor, si në rrugët nacionale ashtu edhe në ato rurale të Bashkisë Bulqis. Një nga zonat më problematike mbetet si çdo vit aksi rrugor që lidh lagjin e vjetër me lagjin e re të qytetit. Siç shihet edhe nga pamjet, ky segment rrugor është përmbytur plotësisht, duke e bërë të vështirë qarkullimin e automjeteve, por edhe kalimin e këmbësorëve. Në disa pjesë të rrugës niveli i ujit ka arritur disa centimetra, duke detyruar drejtuesit e mjeteve të lëvizin me kujdes të shtuar ose të presin uljen e prurjeve për të kaluar. Banorët dhe drejtuesit e automjeteve shprehen të indinjuar pasi kjo situatë përsëritet sa herë që bjen rreshje më të dendura. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet lokale për pastrimin e kanaleve kulluese dhe rregullimin e infrastrukturës rrugore, e cila sipas tyre është shkaku kryesor i përmbytjeve të përsëritura. Sa herë bie shi ndodhe njëjta gjë, rruga përmbytet dhe bëhet e pakalueshme. Kemi kërkuar disa herë që të ndërhyet, por deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ishte nuk kaloj aty, ja? Ja. Është bllokon shpesh ky. Gjithë për vjetë. Hajde prase. Qaq? A është vështirë kalimi këtu? Sot, shumë i vështirë. Nuk e shef. Ska me vëmë e pamë. A bllokon shpesh ky aks? Me rap të pika shi, blokot. Kjo nuk është hera e parë që ky aks rrugor përballet me përmbytje. Vitin e kaluar, për shkak të nivelit të lartë të ujit në rrugë, disa automjete pësuan dëmtime në pjesën motorike, duke u shkaktuar dëme ekonomike drejtuesve të automjeteve. Vitin e kaluar, për shkak të nivelit të lartë të ujit në rrugë, disa automjete pësuan dëmtime në pjesët motorike, duke u shkaktuar dëme ekonomike drejtuesve të mjeteve. Ndërkohë, autoritetet vendore bëjnë me dije se po monitorojnë situatën dhe do të ndërmarrin masa për të shmangur përkeqësimin e saj, veçanërisht nëse rreshjet e shiut do të vijojnë edhe në ditët në vijim.